autoritetin ekzekutiv, kjo tregon që ai ka një situatë tepër të vështirë. Anej, ne qimi duke sigur kemi këthy syt nga bota edhe paka shumë gjithë diskutimet që dëgjojnë pak të edhe media, po edhe për te i saj, është se ne kemi humur gjithë shpresa tu. Unë nuk besoj se minimalisht nuk është edhe në rafshin e para ose pas zgjedhor nuk është fort optimiste ose të paktën është si thua strategjia më e gabuar që ka ndjekur opozita deri tani të paktën. Pse? Sepse nëse i mbajmë syt për te oqeanit, që ky njeriu Ramaduro, jo po midis Ramaduros edhe Erdoganit, unë besoj se jemi në pritje, a thua se po presim me sy nga qielli që të na vini mrekulli që aman na hiqni këtë zotëri se ne s'kemi çaj bëjmë. Ky është mentaliteti i humbës, minimalisht e një qeverie që vërtet ka korrupsion, sepse ka të faktuar nga minimalisht paktën me këto dosjet e SPAK-ut, që mund të kenë marrë, pak nga ato ka marrë vendim formës për, dhe nëse mund të ketë një ndryshim rrënjësor që edhe ne nuk kemi të shohim për te oqeanit, pra të presim nga Amerika të na shpëtoj, sepse Amerika për kuriozitet edhe dosjen me Gonigal, me sa e di unë që e kam thënë ka kohë të paktën, është sekretuar me vendim gjykate. Pra, në vendimin e gjykatës Washingtonit, numër 3 është sekretuar dosja për një fat gjatë, sepse ata e quajnë sekret shtetëror pjesën e Megonigalit, kështu që të hapet. Nuk u mu hap tani. Jo, nuk u hap. Jo, u hap nga Ministria e Drejtësisë e reja. Nuk u hap. Po ja po unë të lexoj materialet e dosjes. Vetëm gjykata mund ta hapi asnjë tjetër. Shiko, e ke gabim këtë gjë. Ajo është ekstrakti i asaj që ka ndodhur. Jo, hapet gjithë proces verbali çfarë është. Ambasador, nuk është si Shqipëri që e mbyll dhe hap kushdo. E mbyll gjykata, e hap vetëm gjykata, dhe gjykata është përtej gjitha palve atje. Pra do të jetë gjykata Washingtonit që do të flasi për Megonigalin për të hapur. Po temi pushteti, e ka hapur Ministria e Drejtësisë, prokurori i përgjithshëm. Për çfarë ka hapur? Ka qenë kush, vetëm se këta, po nuk ka, pra nuk është hapur dosja, për çfarë po jetojnë ato? Si për çfarë po jetojnë? Cilin po jetojnë? Po sepse ajo dihet që është mbyllur. Po jo pra se nuk jetë. Po ajo dihet që është mbyllur me vendim, po këtu po thuhet, jo me vendim të Ramës, jo. Me klientët e Ramës që punonin për në favor të tij. Po nuk kemi me klientët e bëri marrëveshjen gjykat. Nuk është bëri marrëveshjen gjykat. Bë marrëveshjen gjykat ti pranon fajsinë procesin mbyllet. Sepse Amerika ka një ligj. Shiko, Amerika ka një ligj që në korrupsionin mund ta shikoj kur preken interesat e tij dhe kjo ishte një prekje të madhe. Ambasador sekretuar, po pastaj. Po. Pastaj sekretimit edhe atje. Domethënë, e vetmja gjë që e pengon çështjen e Rama për t'u hapur nga amerikanët, se edhe mund ta mirnin me vinç. Po nuk kanë interes ata të Ramës. Prandaj ja përmendin. Jo, kanë interes. Po çfarë? Por ata kanë marrë një vendim ndoshta edhe të gabuar për të shpëtuar, duke ditur që kanë interesa me Arabinë Saudite, ku ndodhi krimi i gazetarit e vrasja e Khashoggut, ata kanë marrë një vendim ekzekutiv për të shpëtuar në vazhdimsi dhe momentin e lindjes së mesme, rolin që duhet kishte Arabia Saudite, ka marrë një vendim që kryetari i qeverisë dhe kryetari dhe presidenti i Republikës gjatë kohës së detyrës nuk miren në çështje penale, por me mbarimin e mandatit të tyre hapet çështja edhe ti dënohesh. Pse u dënua me Gonigal? Për korrupsion. Nga kush? Nga kush? Nga Edi Rama. I kishte marrë lekët nga Edi Rama? Nga i kishte marrë? Jo, absolutisht. Thuhet vetëm informacionin ka marrë Edi Rama. Nuk thotë që ka marrë lekë nga Edi Rama. Por ai ka marrë porosi edhe nga kabineti. Po kush ti bën fare as më ti bëjnë amerikanët për jo? Jo, nuk e spekuloj këtu tani. Po të them që shëndet, fjalë e vërtetë. Fjalë e vërtetë. Fjala ime, jo jotja. Jotja, patjetër. Por unë besoj... Ose heshtja ime. Ose heshtja Lenci. A fo Lenci tani se ti... Më falë, zoti Pek. A e tha ty... Jo se mund pëlqen debati, po ne të kështu ose flas tani ose flas. Lenci, më falë. A tha... Jo, unë folja... Me Gonigali që drejtësia në Shqipëri po bëhet reformë edhe është në interesin ton ta shfrytëzojmë. Unë më shoh se me Gonigali kam parë dhe unë para 6 muaj, çdo thotë. Tani është ndryshe, po para se bëj. Raste konkrete që ka zoti ambasador,
4 vitesh dhe unë kështu e kam parë. Dhe vazhdoj ta shoh, po nuk e shoh me këtë frymën e këtyre që janë aty ose atyre që e drejtojnë. Kjo është tjetër gjë. Pse jemi të gabuar? Pse shqiptarët që do të trokasin drejtsinë e re janë të marr? Jo, më kanë shpresuar. Shpresuan te Rama 2013 ja futi. Shpresuan te reforma drejtësia, futi reforma. Çet keq e ka këtu. Problemi është tani, nuk është problemi te shpresat e shqiptarëve. Shpresojnë edhe demokratët se mund t'i fitojnë zgjedhjet. Prandaj futën Florin i pavarur demokratë, po flas për opozitën, përgjithësi opozita bashkëkohëse po themi demokratë. Do të flasim pak më vonë. Jo, e kanë fjalë, kanë shpresë. Po momentalisht po ja vrasim shpresat. Në të gjitha, po ja vrasim, se po themi, po i kemi çu shpresat te ky artikulli që si e kishte media. Washington ekzamin. Ta bëjmë më fal. Sa herë ke lexuar Washington ekzaminin në jetën tënde? Ditë për ditë, se do shtrihet dhe në Ballkan. Ka hapur edhe do të jetë media kryesore pas news Maxi që do i vetë. Unë për çfarë kam dëgjuar që shante Rama. Jo, po tani është Mardoku kanë sjell, po jo se Mardoku. Po mund të jetë Mardoku ka pas ato drejtjet e vet apo. Nuk merreni vetëm me një shkrim të caktuar. Edhe një pyetje tjetër, të lutem, për Megonigalin. Kishte të drejtë Rama për informacionet që i dha Megonigalit, e zëm se e ka bër, e ka korruptuar, ka dhënë lek. Ka gënyer apo ka pas drejt? Kush? Për lobimin e Bashës, pra se kjo ishte thelbi. Po tregoj që ka gënyer. Pse ka gënyer? Sepse ishte lobimin. Lekët, pse kush e mohon që janë lekët? Aty u ta lobimin rus, ndërkohë që rusëve ishte Megonigali vet. Jo, po ja dhën lekët apo jo? Berisha sot, po prit tani. Po çka ka sot hapi Berisha sot? Po flitet vetëm për lekët. Jo. Po flitet që të hyj. Ore Basha i PD-s amerikane. Po jo të një kundër një qytetari ambasador, jo një nënës njëri tjetri i njerëkës. Jo njëri. Po Berisha tani. Po thot hajde hapim lobimin e Bashës. Po si ku të alë? Po këtu është thelbi pra. Rasmi me Megonigali do e flasim atë sa nuk është çështja. Po si pas ka lidhje parat. A pas ka lobuar PD-ja apo jo? A mund përdoret FBI për sulmuar kundërshtarin politik? Atë i takon amerikanëve, ne çan atakon neve është janë dhënë korrupsion. Po a dim po i ka planuar gënyer. E ke dosja $225,000. Po nuk thuhet që ka dhënë Rama parat, po as. Po ka dhënë shqiptar Ramës për çfarë dha? Për çfarë dha? Ka dy lloj të vërteta. I ka planuar i zoti Pushmë. E vërteta gjyqësore dhe e vërteta gazetareske. Procesi nuk provoi që këto lek janë dhënë për të marrë materialet në kryeministri. Vushat me qenë se jemi live dhe vetëm të lajme të mira që po na vijnë këto kohësh nga futbolli, Kosova i bëri gol Suedis Suedi. Për ta kuptuar që jemi live. Bravo. Prandaj Aslani prap. Po Aslani Kosovës. Vazhdo. Luam live i mirë. Domethënë kjo është puna. Kjo është e vërteta e gjyqit që u mbyll pa bërë hetim gjyqësor. Kurse po të shohësh dhe Washington Postin dhe New York Timesin këtë thon. Kryeministri i Shqipërisë përdori një zyrtar të FBI për të goditur kundërshtarët e vet politik. Po përdori, po thot hajde zotri, unë kryetarin e opozitës e kam që lobon me qarqe ruse. Kaq marrë filmin. Një sekond. Dosa amerikane. Dosa amerikane thotë tjetër. Mori 200 ta lexoj. Nuk e kemi faktin e vendimit gjykatës. Unë e lexoj kështu. Si se ke poshtë publika materiale dolën nga kryeministria. Ti lexon kështu, unë e lexoj. Patjetër. Dhe unë them që as New York Timesi, as Washington Posti që janë Posti, me këtë nuk merrem shumë, që nuk kanë, ne mund t'jemi pak partizan këtu, thonë shprejmisht kështu, dhe s'besoj se kanë interes as për Ramës, as kundër Ramës, që kryeministri i Shqipërisë përdori agentin e korruptuar të FBI për të goditur kundërshtarin e vet politik. Pra një zë arbitri ndryshe nga partizanllëku i mediave shqiptare arrin në këtë konkluzion. Watergate i shqiptar. A e ka provu këtë gjykata? Po, jam dakord me ty se ka provu. Por ama e vërteta komune është që ai i Washington Postit ose New York Times, gazetari kur shkruan, e di dhe kanë kokë që Edi Rama është njeri që paguan lek për korruptuar tuaj. Cila gjykatë se ka provuar? Shqiptarja, amerikanës ka provuar. Një sekond, se gjykata e Washingtonit se ka dy çështje, jo për publikun, prit. Gjykata e Washingtonit e ka provuar sepse e ka pranuar kur ka bërë marrëveshjen me Gonigal, që unë kam marrë $225,000. Një sekond, nga këshilltari B,
akshentari A, i kryeministit shqiptar, për të shtyr, e ka dhe kush e ka pra? E ka Andrea Ndushka, thot. Neza. Prit, Neza. Edhe Agroneza, për të shtyr një jetim kundër kryetarit të opozitës. Jo. Si jo? Jo. Jo për të shpifur, për të shtyr. Me Gonigali, se ju futën pra procesit të 2 vjetë parë. Me Gonigali ka pranuar që unë këto legi kam